Kandidatja e Partisë Socialiste për deputeten në qarkun e Vlorës Briseida Çakëri zhvilloi një takim me gratë socialiste. Takimi me gratë socialiste nuk është thjesht një mbledhje, është një dëshmi e forcës, unitetit dhe vizionit ton të përbashkët, shprehet kandidatja socialiste. Sipas Çakërit, kur gratë bashkohen, nuk ka pengesë që nuk ka përcet, nuk ka sfidë që nuk përballohet. Ne jemi zëri i ndryshimit, fuqia e së tashmes dhe garancia e të ardhmes. Së bashku jemi të pathyeshme, thot ndër të tjera kandidatja socialiste për deputete, pjesë e listës së hapur. Duke ndarë momente nga ky takim, kandidatja socialiste Briseida Çakëri thekson se Vlora është grua krenare, e fortë dhe e gjithmonë në ballë të historisë. Shqipëria është grua e mençur, e duruar dhe i gjithmonë në ngritje. E ardhmja është grua me vizion, me kuraj dhe me zemër që nuk ndalet kur, shprehet Çakëri. Ajo thot se kur gratë udhëheqin, shoqëria ecën përpara. Kur gratë frymëzojnë, gjeneratat rriten më të sigurta, e kur gratë bashkohen, historia shkruhet ndryshe, përfundon Çakëri.